Me autorizim të prokurorisë speciale, paraditën e së martës, hetuesit e policisë së Kosovës bastisën Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Aty u kryen bastisje lidhur me dyshimet për dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e mbetjeve shtazore. Për më shumë se 2 orë, policia ka hyrë në objektin e Ministrisë së Bujqësisë ku po zhvillohet bastisje, ndërkohë që bastisje po zhvillohen edhe në 3 lokacione të tjera, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, si dhe në lokacionin e kompanisë fituese. Prokurori i Prokurorisë Speciale, Admir Shala, deklaroi se aktualisht janë në fazën e hetimeve, ndërsa detajet do të bëhen të ditura më vonë. Hetimi është duke u zhvilluar lidhur me dyshimet për dhënien me qirat të kësaj fabrike. Jemi në fazën e hetimit, jemi duke zhvilluar bastiset dhe kontrollet në bazë të urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prishtinë, me kërkesë të Prokurorisë Speciale. Po ashtu me autorizimin ton, policia së bashku me ne është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejt zbardhjes së rastit konkret. E nga Ministria e Bujqësisë në një njoftim zyrtar, thanë se janë në dispozicion të plot të organeve të rendit. Që nga dita e parë, jemi në dispozicion të organeve të rendit dhe të drejtësisë, duke ofruar çdo informat për secilin interesim të tyre, duke theksuar rëndësinë e sundimit të ligjit. Kemi bashkëpunuar ngushtë me këto institucione dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë, të udhëhequr nga parimet e transparencës dhe të llogaridhënies, thuhet në njoftimin e ministrisë. Gjatë kohës apo bastisej ministria që ai udhëheq, ministri Peci ishte në kuvend duke marrë pjesë në vazhdimin e 22 të seancës konstituive. Ndërsa më vonë, Prokuroria Speciale konfirmoi se ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci po intervistohet nga organet e hetuesisë.